Pra, është një fenomen shqetësues, pa diskutim, që ka ndikimet e veta sasiore në ekonomi dhe cilësore në turizëm, sepse në qoftë se neve nuk ofrojmë kushte për akomodimin me çadra, shezllone, aktivitete në rër, sportet ndryshme rekreative për turistët gjatë sezonit veror, ne kemi humbur dhe kemi ulur në këtë mënyrë cilësinë e ofertës tonë turistike. Atëherë, duke krahasuar imazhet satelitore që nga viti 2012 dhe deri në ditët e sotme, e shohim krejt qartë që ishulli i Franz Josefit, që ishte pikërisht në deltën e Bunës, është i zhdukur totalisht. Pensato precedente. Po vetëm kjo është, dhe me thonë, në ardhje, gati 100 metra, bëhet fjalë për 5-6 vjetë, që kanë kenja 2-3 bankira aty, ato janë mbulu krejt edhe deti ka shumë.